Por në Shtetet e Bashkuara kanë nisur sulmet nga uqit e vetmuar, siç quhen, të shtëna dhe shpërthime edhe këtu në sinagogën në West Bloomfield. Dy sulme njëri pas tjetrit të ndritën në Shtetet e Bashkuara duke lënë amerikanët në një ndjenjë pasigurie, tha CNN. Të shtënat përpasoj vdekje u regjistruan në Virginia vetëm pak orë më vonë një makinë e mbushur me eksplozivur përplas me një sinagogë në Michigan. Sulmi në Virginia së fundi konfirmua nga autoritetet si akt terrorist. Ai thiri Allahu Akbar përpara se të hapte zjarr brenda një klas të Universitetit Old Dominion, ku përpasoi humbën jetën instruktori Brandon Shah, ndërsa studentët arritën ta çmobilizonin dhe ta vrisnin agresorin. Agresori u identifikua si Mohamed Bailor Yaloh, 36 vjeçar, ish antar i gardës kombëtare, atje i dënuar më parë se kishte tentuar të ndihmonte ISIS-in në vitin 2016. Ndërkohë një person i armatosur me pushkë, i cili përplasi automjetin e tij në sinagogën e madhe të Michiganit, do qelluar për vdekje nga forcat e sigurisë, është 41 vjeçari Ayman Muhammad Ghazali, i lindur në Liban, po që jetonte në Shtetet e Bashkuara prej vitit 2019. Ai vetë ka qenë viktima e vetme e këtij sulmi, edhe pse makina që Ghazali përplasi me sinagogën u përfshi nga flakët në pak të vdekje të tjera dhe vetëm një oficer sigurie u godit në automjeti mbeti i lënduar. Motivi i sulmit ende nuk është i qartë, por prokuroria e përgjithshme e Michiganit Dana Nessel tha se ekziston një lidhje mes kësaj ngjarje dhe luftës në Iran. Nessel theksoi se nuk mund të jetë rastësisht që sulmuesi shënjestroi një sinagogë me emrin Temple of Israel. Autoritetet po hetojnë raporte sipas së cilave autori kishte pohuar më herët se shumë antarë të familjes së tij ishin vrarë nga një sulm ajror izraelit në Liban ditët e fundit.